Themi në transmetim të drejt për drejt, do të rikthehemi edhe njerë protestës banorëve përpara spakut, banorëve të Rjollit në Velipoj, të cilët pasi protestuan disa ditë me radhë në zonën e tyre, janë paraqitur këtë radhë përpara ambienteve të spakut, strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për të kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për të ndalur punimet që po kryen për ndërtimin e një restoranti resorti atje. Keni ndjekur edhe pak më parë live në përmjet ekranit ton, tani do të kemi në lidhje të drejt për drejt Fatime Bacin, e cila ka qenë pranë protestuesve gjatë ditës së sotme. Po, Fatime, çfarë mund të shtojmë për më tepër? Po, Eliana, në fakt përshëndetje, ka disa ditë për më shumë se 3 ditësh që vazhdonte protesta në Rjoll të Velipojës, atje ku sipas banorëve është vendosur dhe toka e tyre është tjetërsuar për të ndërtuar një resort nga Gener 2, pra Bashkim Ulej, biznesmeni që sipas tyre është tjetërsuar prona dhe i ka kaluar këtij investitori strategjik për të vazhduar më pas me ndërtimin e këtij resorti të shumë përfolur. Kjo protestë nuk është mbyllur vetëm në Velipoj, pasi ditën e djeshme gjatë pasdites është vendosur nga policia që të shoqëroheshin mbi 40 persona dhe janë mbajtur më shumë se sa 12 orë në komisariat dhe më pas ditën e sotme jo vetëm ato të paraburgos që kishin vendosur, pra i kishin shoqëruar në polici, edhe banorët që preken nga ky resort kanë vendosur që protestën e tyre tash vendosin përpara dyerve të SPAK. Sipas banorëve, ky është një kalvar i gjatë me drejtësinë, pasi tashmë ato janë zhvendosur përpara SPAK-ut me arsyen se nuk kanë më besim në prokurorinë e Shkodrës dhe të gjitha denoncimet e tyre jo vetëm në prokurori, por edhe në komisariat apo dhe gjyqe janë bërë në Shkodër dhe asnjë vendim nuk është marrë në favor apo jo të tyre. Disa nga banorët në fakt përmendën edhe ish-gjyqtarin e Ndjer Astrid Kalaja, ku sipas tyre kishin bërë më shumë se sa 3 gjyqe me të Ndjerin që u vra në fakt në gjykatën e apelit dhe edhe ai ashtu si të tjerët nuk kishte vendosur dhe nuk kishte marrë vendimin e dur sipas këtyre protestuesve që është e drejta e tyre e pronës. Bëhet fjalë për pronën sipas banorëve ku mbi 200 vjet e bëjnë dhe e kanë të trashëguar jo nga gjyshërit dhe stërgjyshërit e tyre dhe tashmë me një vendim sipas tyre të qeverisë i kalon investitorit strategjik për të bërë ky resort dhe banorët kanë vendosur që të protestojnë për të mos e lëshuar tokën e tyre. Të rinjt, jo vetëm ato që ishin një brez tjetër më i vjetër, kanë vendosur që të flisnin para kamerave, ku me zë të lartë thonin edhe pse ishin të shoqëruar dhe policia gjatë shoqërimit të tyre u ka kërkuar që do liroheni, por mos u riktheni më në Velipoj, ato kanë vendosur që të rikthehen për të protestuar dhe janë shprehur pra para kamerave që do bëjnë vetgjyqësi nëse prokuroria dhe SPAK nuk do të marrin vendimin e dur sipas tyre për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Duhet theksuar, Eliana, ky problem nuk është vetëm në Velipoj për të drejtën e tyre të pronës. Ka probleme pafund kudo dhe ka denoncime të shpeshta, por deri në këtë moment nuk ka një zgjidhje nga prokuroria e Shkodrës dhe tashmë banorët janë zhvendosur përpara SPAK-ut duke thënë se e gjithë bota po e mbështet SPAK-un, e gjithë drejtësitë e huaja po flasin për SPAK dhe prandaj kemi vendosur që ne të vim përpara SPAK-ut që të shikojmë nëse do të na japi të drejtën e kësaj prone, pra për ta patur për të qenë vetë pronarë tokës tyre banorët dhe jo t'i lëshohet një investitori strategjik, ku sipas tyre ky investitor ka dërguar edhe rrugën, pra është bërë edhe rruga që të çojë deri te ky resort që akoma nuk ka filluar dhe që banorët po rezistojnë për të mos vazhduar punimet dhe fadromat në një farë mënyrë i kanë larguar. U bë dhe një bllokim i aksit rrugor para disa ditësh, por tashmë investitori ka vendosur të qëndrojë në vend dhe të vazhdojë punën me resortin përpos faktit që banorët po rezistojnë dhe tashmë kanë ardhur edhe përpara dyerve të SPAK, ku kanë bërë kërkesën e tyre dhe denoncimet e tyre me anë të postës dhe tashmë kanë vendosur edhe të protestojnë përpara dyerve të SPAK, ku avokatët e tyre u
u bashkangjitën të gjithë banorëve përpara dyreve të SPAK, mbajtën fjalët e tyre dhe më pas u futën brenda, edhe pse kur dolën u shprehen që nuk u pritën nga Klodian Braho, nga kreu i SPAK dhe gjithë drejtuesit e kësaj kupole më të lartë të drejtësisë shqiptare. Do të shikojmë nëse në ditët në vijim do të ketë një reagim nga SPAK apo do të merret kjo çështje në shqyrtim si përparësi. E them këtë pasi Eliana duhet ta theksojmë që kjo tokë dhe këto probleme kanë quar edhe në vrasje dhe në vetgjysi, ku do të theksojmë që banorët e thanë që nëse nuk do të ketë drejtësi, do të bëjmë vetgjysinë. Urojmë të mos ndodhë, Fatime, urojmë të reagojnë institucionet në kohë, është në detyrën e tyre kushtetuese, në fakt, detyrimin e tyre ligjor të reagojnë për post faktit kur banorët thonë se kanë dokumente dhe se si pas fjallës që mbajti avokati për para SPAK-ut, pala tjetër ka një vit që nuk ka paraqitur asnjë dokument pronësor. Fatime, të falenderojmë shumë për raportimin për para SPAK, të falenderojmë që i ndoqët banorët e tyre në këtë protest të radhës për para SPAK, pra si që edhe e bëri me dije kolegja nga tereni, pasi kanë protestuar ditë radhazi në zonën e Rjollit në Velipoj, banorët janë paraqitur këtë herë për para SPAK-ut, prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për ndaljen e punimeve ndërtimore. Sipas banorëve, investimi në fjalë realizohet në toka që ata i pretendojnë si toka të trashëguara familjare, ndërsa theksojnë se ndërtimi vijon pas zgjidhur më parë konfliktin e pronësisë. Banorët shprehen se janë dëmtuar drejt për drejt nga këto punime dhe kërkojnë verifikim të dokumentacionit ligjor mbi bazën e të cilit është lejuar ky ndërtim. Nuk është hera e parë që banorët i drejtohen SPAK-ut, edhe më 25 marsin e vitit 2025 ata kanë depozituar një kallëzim penal ndaj firmës ndërtuese si dhe ndaj personave që sipas tyre dyshohet se kanë falsifikuar dokumentet e pronësisë për parcelat në zonën Baks Rjoll. Banorët kërkojnë zbardhjen e plotë të çështjes dhe vënien para përgjegjësisë të çdo personi të përfshirë në këtë proces. Kërkojmë drejtësi dhe vetëm drejtësi.